Duhet të ngrihesh e të mielësh lopën, të fshish oborrin, Jozi tregon kushtet nëse do të lidhen jashtë, Loredana i kthehet keq. Gjatë mbrëmjes së fundit, Loredana dhe Jozi kanë zhvilluar një bisedë për lidhjen e tyre, por edhe jetën pas daljes nga shtëpia Big Brother VIP, tashmë që janë ditët e fundit brenda shtëpisë më të njohur. Gjatë bisedës, Loredana i ka thënë Jozit se ajo nuk mund të zgjohet përpara vjerrës dhe të bëj punën, ashtu siç janë traditat në disa vende. Këtë që Jozi e ka marrë me shaka duke shtuar se duhet të zgjohet që në orën 5 të mëngjesit, por Jozi ka habitur me deklarata teksa ka thënë Loredanës se ajo në të vërtetë do të jetë një nusë e fshati. Ai i ka thënë se duhet të mjel lopën e të bëj të tjera punë fshati pasi unë jetoj atje. Deklarat kjo që nuk i ka pëlqyer as pak banorës. Mes tyre ka ndërhyrë edhe Laerti që i ka thënë Loredanës që më mirë të ndajni që tani, teksa Jozi u shpreh: unë vi nga fshati zemra ime, unë vi nga një fshat i madh, jetoj në Tiranë, kam vite që jam jashtë shtetit, por ti do të vesh nuse në fshat zemra ime, tani nuse fshati do të bësh si të them unë, ti do të zgjohesh në mëngjes që të lidhesh qiellin, a nuk do ta bësh këtë gjë, të zgjohesh të bësh kafën për vjerrën për burrin, ndoshta qëllon që vjen ndonjë i fisit e ti duhet të jesh gati kështu, duke i pritur me një buzëqeshje të madhe, të kesh bërë petulla me mjalt, të kesh mbledhur vezët, pse s'din ti, pastaj kur të vim të marrim në Tiranë, do të ketë gjëra të tjera, u shpreh Jozi, teksa Loredana e kundërshtoi me të madhe duke i thënë: ti më duket se nuk e ke kuptuar akoma, unë nuk jam nuse fshati, aty do të lë ty në fshat gjithmonë, nuk mund të bëj këtë, për mua ka 50-50 në çdo gjë, nuk jam për të shkuar në fshat, nëse don të vish ti në qytet, okej, është shprehur Loredana, teksa Jozi nga ana tjetër në një bisedë intime me të ka thënë se ai nuk është as i përmbushur me Loredanën, pasi ajo nuk pranon që të fle me të. Loredana nga ana tjetër i është shprehur se kanë mbetur vetëm pak ditë dhe se ka pa kënaqësinë e saj ndaj tij, ndaj çdo gjë për raportin e tyre do ta zhvillojnë jashtë, është shprehur e vendosur Loredana.